Jo, gjitha gjërat mirë, njehem shumë mirë. Kam 10 ditë që kam marrë kampionati im, por njehem shumë mirë. Tani sa erdhen gjithë çunat jemi gati për këto dy ndeshjet. Ja, nuk e di sa vlen, po rezultati besoj që nuk vlen këto dy ndeshjet, po është shumë mirë t'i bëjmë këto dy ndeshje sepse kemi një trajner të ri edhe kështu do shohim çfarë do na kërkojnë ky trajneri. Edhe do jenë sigurisht një test shumë të mirë, sidomos ajo ndeshja me Izraelin, edhe të shohim çfarë do ndodhi. Jo, nuk e njoh si emër, po kam folur 5 minuta, më gjan një trajner shumë i mirë, kupton shumë mirë futboll, edhe është shumë i qetë, ku flet me atë shumë i qetë. Dua të falenderoj edhe trajnerin Silvinjon që na ka ndihmuar shumë, kemi bërë 3 vjet shumë të mira me atë, e falenderoj se më ka ndihmuar shumë dhe ai personalisht, edhe ishte tani ka ardhur ky trajner sigurisht që italianët punojnë shumë në anën taktike edhe të shohim, siç thash, sot do fillojmë edhe do shohim si do shkojnë gjërat. Po, objektivi siç thanë gjithë është vendi i parë, sepse është një grup nuk është i lehtë, nuk është edhe aq shumë i fortë, por objektivi jonë është vendi i parë. Tani siç tham do përgatisim këto dy ndeshjet, pastaj do mendojmë për Nations League. Për mua, unë siç thash gjithmonë ky ekip ka shumë kualitet, ka shumë cilësi edhe për mua ky ekip është i fortë. Kemi shumë çuna të rinj që do mi dhe kombëtarë, janë kombëtare si Asa, si Shpendi, dhe Shpendi Empri që nuk është, po kemi dhe Fetaj. Janë shumë çuna të fortë dhe besoj që do bëhet akoma më fortë ke kombëtare, po unë besoj se kjo kombëtare ka shumë kualitet dhe kjo është gjë shumë e madhe. Po, kam pas disa probleme në Torino, pastaj ku shkova në Besiktas, kam luajtur, po them gjitha ndeshjet, vetëm 2 nuk i kam filluar nga fillimi, po jam shumë i lumtur, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, shumë e madhe për mua. Edhe kam luajtur shumë vite në Itali edhe ishte mirë për mua ndryshoja shtetin. Jam i lumtur, gjëra shkon mirë edhe hiç. Tani mendoj për kombëtarin edhe të shohim. Po normale, tifozët na duhen. Inshallah po vinë sa më shumë në stadium, ne po i presim edhe do të japim një fitore një fitore tifozëve aty në Air Albania sepse unë siç thash gjithmonë plush aty është gjë më e bukur në botë.